Çifti shqiptar siguron 100.000 euro investim në Gjermani me produktin inovativ Nylam. Sipërmarrësit shqiptar Mërgim Klimenta dhe Arta Klimenta kanë arritur një sukses të rëndësishëm në Gjermani duke siguruar një investim për 100.000 eurosh për zhvillimin dhe fillimin e biznesit të tyre inovativ. Marrëveshja u arrit gjatë pjesëmarrjes në emisionin Die Helpe der Löwen, apo siç është në Amerikë me titullin Shark, ku prezantuan produktin e tyre Nylam, një spray që mbron gjethat e holla nga griset dhe rrit ndjeshëm qëndrueshmërinë e tyre. Demonstrimi drejt për drejt në studio rezultoi vendimtar për të bindur investitorët. Çifti me origjinë nga Peja që jeton në Gjermani zhvilloi idenë bazuar në një përvojë personale të artës dhe në bashkëpunim me një kimist, duke kaluar disa faza testimit deri në krijimin e produktit final. Ata siguruan 100.000 euro në këmbim të 30 aksioneve në synim zgjerimin në tregun gjerman, si online ashtu në dyqane. Aktualisht Nylam shitet në Gjermani, Austri dhe Zvicër, ndërsa synimi i radhës është zgjerimi në tregje të reja përfshirë Kosovën. Në Shqipërinë produkti është patentuar dhe synon jo vetëm zgjidhje praktike për konsumatorët, por dhe redukimin e mbetjeve duke zgjatur jetën e produkteve prej najloni siç janë gjethat.